Shqipëria renditet e dyta pas Turqisë për renditjen e lartë të popullsisë që vuan nga problemet e strehimit në rang evropian, sipas të dhënave të Eurostat të vitit 2023. Vendi ynë ka 12.7% të totalit të popullsisë që përballet me strehim të pasigurt, shumë mbi mesatarin e Bashkimit Evropian prej rreth 4%, duke lënë pas vetëm Turqinë me 19.7%. Kjo po ndodh në një kohë që vendi është përfshirë në një val ndërtime të reja në Bregdet dhe në zonat urbane, dhe nga ana tjetër, popullsia rezidente po të kurret me shpejtësi. Gati 1 në 8 persona që jetojnë në Shqipëri përballen me mungesë serioze të strehimit, çka tregon për vështirësi të theksuara për të jetuar në banesa të përshtatshme dhe të përballueshme nga ana e kostos. Bashkimi Evropian e konsideron strehimin si një nga dimensionet më kritike të varfërisë, për shkak se prek cilësinë e jetesës, sidomos për shtresat më të pambrojtura.